Unë po mendoj që Zvicra së të regu korekt me Gjerdan Shaqirin. Gjerdan Shaqiri ka qenë gjatë bankër në rezervë dhe ka qenë i paknaqur, edhe arsye pse o të rejkë është mu kjo. Do të thotë në minutazh jo të mjaftueshme kurse e ka meritu Gjerdan Shaqiri. Do ishte më mirë me Gjerdanin? Mo sigurisht se jam i sigurt që Gjerdan Shaqiri është lojtar shumë efikas dhe ka pas vend në këtë përbërje. Por kjo është vendimi tyne, por nuk janë sjellë mirë. Përfundimi, nuk kom pa që është organizuar një ndeshje përshëndetse. Njëjtë në gjak ka qenë edhe me atë futbollistin Valon Behramin. Me Valon Behramin. Njëjtë me një letër i kanë thonë që si e mo edhe kaq, ka qenë kapiten, ka qenë njëri prej futbollistëve të parë në ka pas merita të mëdha. Nesër ose masë me Granit Xhaka. Edhe me Behramin e dim krejt ka çështë ka ndodhur. Po, kjo edhe këtë mesazh ka, nuk diskutohet, domethënë kjo vlen për 3 tonë që vazhdimisht me vendos me lut për ekipin kombit që i takojnë, Kosovën apo Shqipërinë, kjo është e rëndësishme. Kosovën. Po Kosovën mas pari nëse është i Kosovës. Edhe për Shqipërinë nuk ka të keqe. Nuk ka të keqe. Po dënë me provoku, po dënë me a tregoj që... Unë e kam këtu bashkë moderatorën që vje pikërisht nga Divjaki, nga Shqipëria. Divjaka. Nga Shqipëria. Na në Kosovë nuk bëjmë dallime. Divjaka, Tirana, Prishtina, Shkodër.